Nga data 12 prill prej orës 8 të mëngjesi deri në orën 18 të mbrëmjes, në Kinema Millennium në Tiranë, do të shfaqen filma autor të kinemasë së re italiane. Programi është pjesë e projektit Italian Screens, kinemaja e re italiane. Çfarë pa kryeshërbëtoria me regji nga Kiçolondo do të shfaqet në teatrin Skampa në Elbasan, mbrëmjen e 11 dhe 12 prillit në orën 19. Ekspozita Rëshqitje nga Dea Shupleka dhe Josnoni çelet këtë të premte më 11 prill në orën 19 te Qendra e Artit Agimi në Tiranë. Një përshëndetje artistike nga Cirku Kombëtar do të vijë në skenën e Teatrit të Kukullave në Tiranë më 12 dhe 13 prill në orën 17. Rrugica e dashuriçkave, The Street Party, është aktiviteti që do të mbahet në Pazarin e Korçës më 12 prill në orën 18. Vion të qëndroje çelur në Hotel Rozafa në Shkodër, ekspozita vetjake shëmbulluesi i dritë-shkruesve Bardezi të Marupëve në pikturë nga piktori Shpëtim Garuci. Nevermore në Shqip Kurrë më, ekspozita nga Orion Shima, vion të qëndroje hapur te Galeria Fab pranë Universitetit të Arteve.